Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Socialistët e qarkut Gjirokastër festuan mbrëmjen e djeshme 35 vjetorin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ceremonia organizuan në ambientet e jashtme të qendrës kulturore të fëmijëve me pjesëmarrjen e drejtueses politike të qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaro e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi. Gjirokastra po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të veçantë për turistët, ku tradita e kafe sigurit po shndërrohet në një nga përvojat më tërheqëse të turistëve që vizitojnë pazarin karakteristik të qytetit. 12 studentë nga Turqia kanë mbritur në Gjirokastër në kuadër të bashkëpunimit mes dy universiteteve, Qremça Bey dhe Mehmet Bey Karamanolu. Në takimin me rektorin Jaucan, ata e vendosën theksin tek forcimi i marrëdhënieve akademike dhe kulturore midis dy vendeve. Një vit më parë në bashkëpunim këto dy universitete organizuan në qytetin e Gurt kongresin e kërkimeve shkencore dhe akademike. Bashkia e Gjirokastrës vijon të mbështesë familjet në nevojë që mbeten jashtë sistemit të pikëzimit për arsye të ndryshme përmes fondit të 6%. Ky mekanizëm social po shërben si një ndihmë e rëndësishme për kategoritë më vulnerabël, duke synuar përfshirje më të gjerë dhe lehtësim të vështirësive ekonomike në komunitet. Ju njohim tani më gjerësisht. Festivali Pranverës 64 në Radio Televizionin Shqiptar nis rrugëtimin me natën e parë të tij. Magjia e skenës përcolli emocionet e interpretimit të live të 20 artistëve që u ngjitën në skenë. Të ftuar special gjithashtu ndezën në skenën. Ky edicion erdhi me një format të ri dhe frymë bashkëkohore. Nata e parë e festivalit të Pranverës në Radio Televizionin Shqiptar ngriti siparin e një edicioni që rikthen një traditë të dashur për publikun shqiptar. Këtë herë me një format të ri dhe frymë bashkëkohore. Në skenë u ngjitën 20 artistët konkurrues të shoqëruar live nga orkestra e Radio Televizionit Shqiptar dhe bendit muzikor. Mbrëmja u çel me interpretimin e veprës së njohur të Vivaldit Pranvera nga Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar. Moderatorët Bleona Qereti dhe Nik Xhelila i drejtuan mbrëmjen me elegancë dhe përcollën emocionet e rikthimit të festivalit pas më shumë se 2 dekadash. Një nga momentet më të veçanta ishte rikthimi në skenë i Ledina Çelos, fituese e dyfisht e festivalit të Pranverës, e cila interpretoi hitin San Valentino. Ndërkohë, u prezantuan edhe 2 jurit që do të vlerësojnë artistët dhe do të përcaktojnë fituesin e këtij edicioni. Fituesi do të vendoset përmes një formule të kombinuar, 60% nga juria profesionale dhe 40% nga juria Pranvera digjitale. Juria profesionale përbëhet nga Eriona Rushiti, Ledina Çelo, Kejsi Tola, Kamela Islamaj dhe kryetari i jurisë Markelian Kapidani, ndërsa juria Pranvera digjitale përbëhet nga Sara Berisha, Amos Zaharia, Krista Merkoçi, Arion Muça dhe Rizarta Hoxha. Emocionet të shumta sollën edhe të ftuarit special, ku këngëtari Bashkim Alibali, fituesi i parë i këtij festivali, interpretoi këngën simbol Në duart e nënës. Një moment emocionues i kësaj mbrëmje ka qenë edhe vlerësimi i këngëtarit aq të dashur për publikun, Luan Zhegu, i cili u nderua me çmimin e karrierës pranvere përhershme. Vlerësimi i dorëzuar nga një tjetër personalitet i muzikës shqiptare, maestro Zhani Ciko. Çmimi i festivali i përhershëm i Pranverës. Në nder të tij, këngëtarja Kamela Islamaj solli një prej këngëve më të dashura të repertorit të artistit. Në fund të mbrëmjes, juria profesionale përzgjodhi 12 këngët finaliste që do të garojnë në natën finale të 7 qershorit. Fituesi i festivalit të Pranverës do të sigurojë automatikisht një vend në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar në fund të vitit. Festivali i Pranverës transmetohet drejt për drejt në RTS1, RTS Muzik, Radio Tirana dhe në kanalin zyrtar të Radio Televizionit Shqiptar në YouTube. Tapeti i kuq dhe backstage i festivalit të Pranverës sollën emocionet e para të artistëve, duke i dhënë publikut mundësinë të ndjekë nga afër atmosferën e rikthimit historik të festivalit. Përmes intervistave ekskluzive dhe momenteve prapa skene, RTS solli magjinë e një prej ngjarjeve më të rëndësishme muzikore shqiptare.
Radio Televizioni Shqiptar e ka sjell festivalin e pranverës në çdo ekran dhe në çdo familje shqiptare, duke rikthyer magjinë e një prej ngjarjeve më të dashura muzikore në vend. Para se dritat e skenës të ndizeshin dhe artistët të ngjiteshin përballë publikut, emocionet e para u përjetuan në tapetin e kuq, aty ku nisi edhe spektakli. Nën moderimin e Migena Krajës dhe Andri Xhahut në RTS2, artistët pjesëmarrës ndanë emocionet, pritshmëritë dhe historitë e tyre personale vetëm pak çaste përpara performancave. Mboritja e këngëtarëve konkurrues, të ftuarve special dhe figurave të njohura të artit shqiptar u shoqërua me intervista ekskluzive, deklarata të minutës së fundit dhe momente që sollën atmosferën e vërtet të festivalit. Presim emocionet, presim atë kureshtjen që kanë të gjithë ata që mezi e kanë pritur këtë festival, ata që e kanë ndjekur dhe brezi i ri që pse jo do të shikojë një festival të ri. Po do të ketë edhe shumë shkëlqim për ish vërtetë, siç është edhe motivi të çelim, të lulëzojmë dhe të rikthejmë një traditë dhe siç është dhe fryma e re e të rinjve. Presim që në tapetin e kuq të ketë shumë emocione, të ketë shkëlqim, të ketë ajo fjala glamour që shkon, po është pikërisht ai shkëlqimi i tapetit kuq dhe i emocioneve të bukura të artistëve që ngjiten për herë të parë në këtë skenë dhe që parakalojnë në tapetin e kuq për herë të parë dhe nuk keni idenë sa emocione kanë. Pikërisht tapeti i kuq po kthehet në një traditë të bukur për t'i paraprirë këtyre ngjarjeve të mëdha artistike dhe veçanërisht festave muzikore, të cilat gjithmonë sjellin emocione, sjellin atë shkëlqimin, sjellin shpërthimin e luleve, sikurse jemi të rrethuar nga lulet, por edhe tinguj, të cilët ne mezi i presim janë këto tinguj të freskët, rinor dhe të atyre këngëtarëve me eksperiencë. Por magjia nuk u ndal vetëm në tapetin e kuq. Një hap larg skenës, Andri Xhahu dhe Antoneta Koçi sollën për publikun emocionet e backstage-it, duke rikthyer prapa skenën në një dritare autentike të asaj që ndodh përdej perdes së spektaklit. Nga ankthi i sekondave të fundit përpara interpretimit të reagimet me njëherë pas performancës, publiku pati mundësinë të ndjek nga afër emocionet, gëzimin dhe pritshmërinë që shoqërojnë artistët në garë. Për 2 net me radhë, muzika, emocionet dhe spektakli bashkohen në një skenë të vetme, duke hapur një kapitull të ri për një festival që ka lënë gjurmë në historinë e muzikës shqiptare. Festivali i pranverës transmetohet drejt për drejt në RTS 1 HD, RTS Muzik, Radio Tirana dhe në kanalin zyrtar të Radio Televizionit Shqiptar në YouTube. Socialistët e qarkut të Gjirokastër festuan mbrëmjen e djeshme 35 vjetorin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ceremonia u organizua në ambientet e jashtme të Qendrës Kulturore të Fëmijëve me pjesëmarrjen e drejtueses politike të qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaro dhe sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi, ku përveç urimeve dhe mesazheve u vlerësuan me medalje të artë figura që kanë kontribuar ndër vite në këtë forcë politike. Mbrëmja së shtunës bëri bashkë socialistë e qarkut Gjirokastër për të festuar 35 vjetorin e kësaj force politike. Ceremonia u zhvillua në drejtimin e ministres Mirela Kumbaro, njëkohësisht drejtuese politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër dhe sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi. Kumbaro në këtë 35 vjetor vlerësoi kontributin e themeluesve dhe të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e rrugëtimit të kësaj force politike ndër vite, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së vlerave dhe parimeve mbi të cilat ngrit Partia Socialiste. Ajo theksoi se ky përvjetor shërben jo vetëm për të nderuar të shkuarën, por edhe për të reflektuar mbi përgjegjësitë dhe sfidat që sjell e ardhmja. Qarku i Gjirokastrës ka sot shumë arsye për ta festuar në kuptimin e vërtet të fjalës 35 vjetorin e krijimit të forcës politike që ka sjell zhvillim, të forcës politike që ka bërë historinë e këtij vendi nga viti 1991 e deri sot. Kemi shumë arsye këtu në Gjirokastër sepse të gjitha betejat tona elektorale, por sidomos betejat tona për zhvillim, për mirëqenie, për qytetin, për fshatin, për banorët, kanë qenë beteja shkollë. E them këtë edhe në emrin tim personal. Sa do shkollat bësh në jetë, sa do universitetet ke shkaluar, nuk ka shkollë dhe universitet më të fortë, më të qëndrueshëm se sa atje ku ke rrënjët. Dhe unë jetën time politike si antare e Partisë Socialiste e kam nisur këtu në qarkun e Gjirokastrës, ku ata që sot janë profesorët e Partisë Socialiste kanë qenë mësuesit dhe janë mësuesit e mi.
ku ata që janë sot aktiv në Partinë Socialiste kanë qenë dhe janë shokët edhe shoqet, koleget dhe kolegët në këtë familje që rritet dhe rritet dhe rritet. Nuk e mendonin që 35 vjetori i forcës politike do ta gjente familjen tonë politike në mandatin e 4 të qeverisjes me 83 vota në kuvendin e Shqipërisë dhe me angazhimin që po mbahet dhe konkretizohet çdo ditë të antarësimit të Shqipërisë në familjen europiane. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi deklaroi se Partia Socialiste ka një kontratë me shqiptarët dhe do të vazhdojë të ecë përpara. Në 35 vjetorin ton ne vime shumë detyra të realizuara. Dhe gjë më kryesore, jemi kaq pranë integrimin në Bashkimin Evropian. Jemi kaq pranë realizimit të një ëndre të madhe të themeluesve tanë, atë ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe ja ku jemi sot, krah për krah, me të gjithë vendet në aleancën përsëri, në atë aleancë fituese, në aleancën e të mirës botërore. Jemi sot padyshim me problematikat tona, me gabimet tona, por ama krenar, se mund të themi me plot gojën, ne vazhdojmë të shërbejmë Shqipërisë. Përshëndetën dhe uruan Partinë Socialiste në këtë përvjetore dhe deputetët e qarkut Tërmet Peçi e Pirodhima, si dhe kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi. Do të ndalem këtu për të shprehur gjithë kontributin dhe vlerat e atyre burrave dhe grave që kanë themeluar Partinë Socialiste në 91-shin. Dhe më lejoni me përvëllësi të shpreh mirënjohjen time të thellë, jo time por dhe tuajën, që jo vetëm e themeluan, jo vetëm e forcuan, por ditën ta menaxhojnë dhe në ditët më të vështira dhe ditën ta çojnë këtë forcë politike nga fitoria në fitore. Dhe dua të falenderoj gjithashtu dhe të gjithë miq, shok, dashamirës, simpatizant që e kanë mbështetur këtë forcë politike që është e vetmja forcë progresiste që jep vetëm fitore dhe e çon Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Jemi krenar për të gjithë këto vite që kanë kaluar në ndërtimin dhe modernizimin e Shqipërisë dhe jemi krenar gjithashtu dhe për liderin ton që kemi sot, Edi Ramën, i cili punon për të quar dhe jemi një hap larg derës Bashkimit Evropian. Partia Socialiste, kjo familje, është fituese, ka qenë fituese, patjetër në sajt e leadershipit, të kryetarit Edi Rama, por dhe të aktivistëve edhe patronazhistëve, e marrin si të duash. Disa më kanë patronazhuar mua, ata që unë i kam mitë e mi, edhe profesorët e mi politik, por edhe atyre patronazhistëve që janë këtu në Gjirokastër dhe unë i falenderoj gjithë, sidomos patronazhistët e Partisë Socialiste të Bashkisë Gjirokastër. Gjatë këtij aktiviteti u vlerësuan me medaljen e artë edhe disa figura me kontribute të vyera në Partinë Socialiste, si Bashkim Fino, Ethem Ruka, Flamur Bime, Dhimo Panajoti, Flora Qavzezi, Sefer Shehu, Dashamir Kamberi, Alma Hoxha, Petrit Bregasi, Zylfo Çobani e Marian Fikoro. Ceremonia u ndërthur edhe me numrat artistik nga grupi popullor i Golik Jaupit dhe ansamblit Lungxhëria. Gjirokastra po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të veçantë për turistët, ku tradita e kafes së gurit po shndërrohet në një nga përvojat më të rëndësishme të turistëve që vizitojnë pazarin karakteristik të qytetit. Riti i përgatitjes së kafes tradicionale të gurit tashmë është kthyer në një traditë tërheqëse për turistët që vizitojnë Gjirokastrën. Artizania Lubiana Baho, në një prej rrugëve të kaldrëmta të pazarit karakteristik, ka improvisuar këndin e mikpritjes gjirokastrite, ku i njeh turistët me këtë traditë të veçantë dhe ju demonstron disa prej elementeve të përgatitjes, si pjekja e kafes në kebab dhe më pas shtypja në gur. Sot e menduam që miqt të cilët kanë ardhur nga vendet trojet jashtë Shqipërisë ti mirëpresim me një moment të traditës gjirokastrite, siç është kafeja në gur.
përveç se kjo tradit nuk ka të bëjë thjesht me shijimin e një filxhan kafeje apo duke të parë se si piqet kafja apo si shtypet në gur, por kryesore është mënyra se si i mirëpresim ne miqtë tanë. Momenti i përgatitjes së kafes ka të bëjë me atë bisedën e mirë me miq të mirë. Për ne nuk ka as vizitor të huaj, as klient të huaj. Të gjithë janë miq special. Për gjatë 2 ditëve, kushdo që kalon tek sheshi Çerçizit do të shijojë një moment të traditës së kafes në gur. Kënaqësia e veçantë e vizitorëve është se ata shijojnë filxhanin e kafes së shtypur në gur së bashku me elementë të tjerë të mikpritjes tradicionale. Kemi prezantuar edhe kafein në rër, pra është një kombinim shumë i bukur mes Ulçinit dhe Gjirokastës, kafein e gur dhe në rër, që prezantojnë domethënë 2 kafe shumë interesante të cilët i përshtaten domethënë edhe Ulçinit edhe Gjirokastës. Pra ky aktivitet siç thash është pra i shumë dhe se besoj që edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë. Nëpërmjet ndalesës në këndin e mikpritjes, vizitorët prekin nga afër dhe shijojnë rritin aq të njohur të kafes së gurit të trashëguar në breza në familjet gjirokastrite. 12 student nga Turqia kanë mbritur në Gjirokastër në kuadër të bashkëpunimit mes 2 universiteteve, Ekrem Bey dhe Mehmet Bey Karamanolu. Në takimin me rektorin Javcana, ata e vendosën theksin tek forcimi marrëdhënieve akademike dhe kulturore midis 2 vendeve. Një vit më parë, në bashkëpunim këto 2 universitete organizuan në qytetin e Gurt kongresin e kërkimeve shkencore dhe akademike. Universiteti Ekrem Bey Gjirokastër mirëpriti një grup prej 12 studentësh nga Universiteti Mehmet Bey Karamanolu i Turqisë në kuadër të një vizite studimore 4 ditore në qytetin e Gjirokastrës. Me këtë rast u zhvillua një takim me rektorin e Universitetit Ekrem Bey, ku në qendër të diskutimeve ishte forcimi bashkëpunimit ndëruniversitar, shkëmbimi i eksperiencave akademike, si në nivel stafi ashtu edhe në nivel studentor, si dhe zgjerimi mundësive të bashkëpunimit mes institucioneve të arsimit të lartë të Shqipërisë dhe Turqisë. Është kënaqësi të jemi sot këtu. Qëllimi i vizitës tonë është në kuadër të ndërkombëtarizimit të zhvillimit më tej me bashkëpunimin mes universiteteve të 2 shteteve miq. Unë përfaqësoj zyrën e koordinimit dhe marrëdhënieve me jashtë. Dhe qëllimi i kësaj zyre është që ne të mbajmë bashkëpunimet ekzistuese dhe të zhvillojmë të reja. Për studentët është era e parë në Shqipëri dhe në Gjirokastër, ku besojmë se do ta njohim nga afër këtë qytet historik me arkitekturë të mrekullueshme. Kjo vizit përfaqëson një hap të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve akademike dhe kulturore mes 2 vendeve, duke krijuar ura të reja bashkëpunimi dhe mirëkuptimi mes të rinjve shqiptar dhe turq. Do jemi për disa ditë dhe do të kryejmë disa vizita në institucione sipas agjendës. Do na pëlqen të krijoni mura miqësie dhe bashkëpunimi me studentët shqiptar për të ndarë shkëmbyer eksperjenca. Jemi me fat që ndodhemi në qytet të tillë, mjaft tërheqës dhe këto ditë besoj do mësojmë më shumë për kulturën e traditat shqiptare. Hapi i parë i bashkëpunimit mes 2 universiteteve u shënua afro një vit më parë me organizimin e Kongresit të Kërkimeve Shkencore dhe Akademike, i cili solli në qytetin e Gurt studiues akademike e kërkues shkencor nga më shumë se 15 vende të botës, si Turqia, Polonia, Izraeli, Kameruni, Nigeria, Tajvani, Maqedonia e Veriut, Kosova e të tjerë. Bashkia e Gjirokastrës vijon të mbështesë familjet në nevojë që mbeten jashtë sistemit të pikëzimit për arsye të ndryshme përmes fondit të 6%. Ky mekanizëm social po shërben si një ndihmë e rëndësishme për kategoritë më vulnerabël, duke synuar përfshirje më të gjerë dhe lehtësim të vështirësive ekonomike në komunitet. Bashkia e Gjirokastrës ju vjen në ndihmë familjeve në nevojë të cilat mbeten jashtë sistemit të pikëzimit për arsye të ndryshme, duke i mbështetur nëpërmjet fondit 6%. Sipas të dhënave për këtë vit, është shënuar një rritje numrit të personave që përfitojnë nga kjo mbështetje. Numri i këtyre nuk është se ka ndryshuar shumë, është 6% dhe individët që përfitojnë arrin në fond total rreth 19.857 lekë. Ndërsa grupi i tretë që përfiton në dhënien e ndihmës ekonomike është një mbështetje e madhe nga fondet e bashkisë. Për sa i përket pjesës së parë, familje që kategorizohen nga sistemi i pikëzimit,
për vitin 2026 ka një rritje prej 7%, në familjet individ që përfitojnë statusin e jetimit janë rreth ka një rritje për 25%, duke krahasuar me vitin 2024-2025. Gjithsej, duke këtu përfshihen dhe familjet me kujdestari dhe dhuna në familje. Në vijim nga ky institucion synohet një përfshirje edhe me gjerë sociale për përmirësim të kushteve të jetesës në komunitet. Në krahasim me vjet, neve kemi bërë kërkesë dhe për rritjen e këtij fondi dhe bashkia për 2026 ka akorduar fondi limit 3 milionë lekë dhe në krahasim me 2025 ka bërë një rritje prej 50%. Kjo është parë se disa familje mos mbeteshin jashtë, të cilat ishin në nevojë dhe bashkia është gjendur pranë dhe për sa i përket edhe familjeve është rritur me 16%, duke parashikuar për 2026 se sa familje mund të hyjnë, është akorduar ky fond. Kjo mbështetje vijon të jetë një ndër instrumentet kryesor të Bashkisë së Gjirokastrës për të ndihmuar familjet në vështirësi ekonomike dhe për t'u lehtësuar sadopak nevojat e tyre. Finalizohet operacioni policori i koduar administratori. Posedonte armë zjarri pistolet dhe dyshohet se shiste lëndë narkotike, kokainë në lokalin që administronte. Arrestohet në flagrancë 37 vjeçari. Sekuestrohen një armë zjarri pistolet me kreër me fishek dhe një sasi kokaine. Si rezultati kontrolleve të ushtruara nga shërbimet e policisë në ambiente dhe subjekte të ndryshme në qytetin e Sarandës, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative gjatë operacionit policor të koduar administratori, u goditën një rast i armbajtjes pa leje dhe një rast i shitjes së lëndëve narkotike. Për këto veprimtari kriminale u arrestua në flagrant shtetasi AH, 37 vjeç banues në Sarandë. Gjatë kontrollit në lokalin që administrohej nga ky shtetas, lagje nr. 4 Sarandë, si dhe gjatë kontrollit fizik ndaj tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet me një krehër me 7 fishek, si dhe një sasi lënde narkotike kokainë e cila dyshohet se posedohej me qëllim shitjen. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme. Me përfundimin e klasës së parë, i dhanë lam të mirën edhe librit të tyre të dashur abetares. E ky moment është memorizuar tek vogëlushët Gjirokastrit përmes festave të organizuara gjatë kësaj periudhe. Është një ngjarje veçantë në jetën e të gjithë fëmijëve të klasave të para dhe vjen si kurorëzimi i mësimit të 36 shkronjave shqipe. Festa e abetares është pritur me padurim prej vogëlushëve Gjirokastrit. Programet artistike të përgatitura me shumë përkushtim nga nxënësit mësuesit përfshin recitime, këngë e kërcime. Festojmë në përfundimin e librit më të rëndësishëm për çdo fëmijë, ai që na futi në rrugën e dijes, ai që na mësoi gjuhën tonë anëtare. Libri abetares! Të gjithë njerëzit e nderojnë abetare, emrin e thonë. Abetare me asgjë s'u nderoj, sepse ti mësove gëzime, që në bëre në zemrën time, ndaj gjithmonë do të nderoj. Atmosfera që vjen përmes këtyre pamjeve është krijuar nga nxënësit e klasës së parë të gjimnazit gjuhësor Pandeli Sotiri, ku fëmijë, mësues e prindër gëzuan së bashku. E pranishme ishte edhe drejtoresha e zyrës vendore arsimore Gjirokastër Libohov, Etleva Yza. Ishte të mrekullueshëm dhe kam vetëm një urim që gëzimi, energjia, dashuria për jetën dhe dashuria për dijen mos të shteroj kur tek ju bukuroshët e vegjël. Na kënaqet shumë thot. Në faqet e abetares, ata njohën miqtë e tyre, udhëtuan përmes fantazisë, mësuan të lexojnë e të shkruajnë dhe të shprehin emocionet ashtu siç i ndjejnë ata vetë. Çdo shkronjë që mësuan ishte një hap drejt dijes. Çdo fjali që formuan i hapit derën drejt njohurive të reja. Vazhdoni të mësoni me pasion dhe të realizoni ëndrat tuaja. Uroj suksese, arritje dhe realizime në rrugtimin e dijes. Një falënderim i veçantë shkon për mësuesit, të cilët me durim dhe përkushtim udhëhoqën fëmijët në këtë rrugëtim, si dhe prindrit që na mbështetën në çdo hap. Klasat e para në shkollat e bashkive Gjirokastër Libohov u frekuentuan këtë vit mësimor nga 191 nxënës.
Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë. Miru takofshi.